ky njeri, ky person ka firmën për të vendosur për shpenzimet madhore që do ketë buxheti i Shqipërisë. Tani si mund të justifikohet fakti që ajo është nën hetim për korrupsion dhe të vazhdoj të ngelet, le të themi, në atë pozitë, pavarësisht që është kërkuar pezullimi i saj pra nga gjykata. Po përsëris edhe një herë është çështje e standardit që do duhet të kërkojë dhe të pretendojë edhe vetë shoqëria shqiptare, si më thënë, sepse nuk bën vaki asnjëherë që të jetë një funksionar shteti në nënhetim dhe të vazhdojë të qëndrojë aty. Pikërisht fakti që Partia Socialiste i mëson shumë asaj retorikës ngritjes së sistemit gjyqësor, me pak fjalë. Fakti që funksionarët e saj që janë të akuzuar dhe që janë në nënhetim zgjedhin të mos i hapin rrugë drejtësisë, sepse vetë fakti që duan të vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë, qoftë nominalisht, qoftë në paraburgim, do thotë se nuk i hapin rrugë, nuk i lejojnë drejtësisë që të zhvillojë hetimet, pa u influencuar, pa pas gjithë këtë presionin konstant, qoftë nga kryeministri, qoftë nga gjykata kushtetuese. Pra, qartazi po i vendosin barriera drejtësisë që të funksionojë siç do duhet një shtet normal, për normalitet jemi duke folur këtu. Dhe fakti që se bëjnë këtë gjë tregon që gjithë retorika e tyre mbi ngritjen e sistemit të ri të drejtësisë është thjesht retorik boshe dhe që në thelb ata duan ta kenë nën kontroll, duan ta kapin, por që duket nga veprimet e fundit që nuk është se është realisht nën kontrollin e gjithë pushtetshëm, le të themi, të Edi Ramës.